Përshëndetje dhe mirë se vini me Noli Show Noli TV. Jemi këtu pranë një restorantit, Sweet and Savory, që do të thëtë shep e ëmbël edhe kriposëm. Por kam dëgjuar se ka ardhen edhe një regjisor i filmit nga Italia shqiptar, edhe ka një premierë së shpejti. Kështu që do ta shikojmë kush është, se me të vërtet zakonisht shqiptarët e tonë vinë këtu në New York edhe stacionohen te restoranet ku ka shqiptar. Por ta këshyme që ka përpara. Përshëndetje dhe mirëmbrëma. Sa bukur pas ka qenë dis, me të vërtet ëmbël e kriposur, kebab edhe kafe. Wow, sa bukur. Kafe nuk e pas gati të nëherë. Këto nëherë duhet kafe. Atëherë, si që thashtë edhe më herët, jashtë kemi një regjisor që ka ardhur për Italisë. As nuk ja di me emrin, çka bën ky njeri, edhe ka ardhur këtë, se zakonisht shqiptarët vinë te shqiptarët. Kështu që do ta pyes. Përshëndetje. Në lirë për ta jap dorën, mirë se erdha. Se po mbjedha te restoranti s'ma ke shprit mendja. Po na Ti s'u thuje. ne ju gjejmë juve kudo qoftë, edhe me të vërtet po më vjen mirë se edhe emri i restorantit që ka ja pas ka qitë ëmbëlsirën. Zakonisht e na shqiptar gjithmonë i ham senet përpara, ëmbëlsirën e lam në fund, por këto që ka ndryshe. Ëmbël, krep edhe knasi. Këto, se tash po him pak në tema ndoshta pak më filozofike se s'ka lidhje me filmin, po shiton përpara ki ton jetën. Që do thot? Ki pjesën e krypuna, ki pjesën e ëmbëlt, e ki edhe i farë momenti ku duhet mu nal, sa në kafja. Okej. Edhe kur shkojnë puna kesh pak ujë. Atëherë të dim pak e shumë, ju jeni regjisor dhe keni ardhen me një pjesë të filmit mirë, që me të vërtet rrolla e shqiptarëve që kanë bërë filma me përkthime anglisht, edhe keni premierën tash më duket me 21 nëntor. Na trego pak për filmin. Atëherë, me qenë se ti po thu se më njofin, unë po prezantona, prap, s'ka dert në asar, takona po prezantona, unë jam Antonio Gjonaj, jam shqiptar, i krejt shqiptarve, nuk ka lidhje jugandëri, edhe filmi është një film aksion dram, i cili janë regjistru në Itali me standardet më të larta që ka sot për sot bota regjistrimit filmit, qoftë audio, qoftë video. Historia është një histori shqiptare, le të themi, histori e migracioni ku 3 fëmijë gjenden detyruar me emigru për shkak të kushteve të Shqipërisë të viteve 90, dhe pastaj vazhdojnë në kohët moderne, ku tregojmë çfarë ka ndodhur këtyre fëmijëve, se tash janë më të mëdhaj, gjatë emigrimit, pra sfidat e tyre, humbjet, fitimet, dashuritë që kanë gjetë, dashuritë që kanë humbë, gjitha situatat që kalojmë në jetë. Kjo pak a shumë kjo është, le të themi, projekti. Me 21 nëntor do jetë premiera në New York, na akoma po mbyllim pjesë të fundit marrëveshjet me kinemat këtu në Amerikë, ndërsa në Itali kena mbyll marrëveshjen me kinema Uçi, edhe jena ndalim në 400 salla për herë, pra nga jugu në veri të Italisë, edhe po punojmë që të bëjmë një festë madhe tu bashkë me gjithë patriotët tanë, edhe të krijojmë një linjë pak më ndryshe, ku arti edhe, si themi, gjanat e bukura të jenë bashkë. Kjo është objektivi. Edhe thatë se Sweet and Savory, po ju ofroj kanë edhe ushqimin. Atëherë, unë këtu kom ardhur rastisht me shokët, kom provu ushqimin, unë jam shumë ai tipi beso kontrollo, edhe në momentin e parë se kom ardhur me hangër te ky restorant, kom thonë ju jeni tek ushqimi që do jetë në festën e filmit. Pra më shumë se sa me provu vet, edhe a di ku është arsyeja, është si kjo këtu. Flia. Na shqiptarët e kena diçka. Kur do na me respektu një mik, na ja bojmë një fli. Edhe unë kom mendu me bojmë një fli për tonë ata se kanë ardhur me pa filmin për herë të parë, e mos harroni se do jetë e vetmja shfaqje në Amerikë, vetëm një herë. Wow. Atëherë do që nga mirë se mësi po e dhonë kanë mas pari ëmbëlsirën, po s'të kanë hongër bre këta heq, vetëm se kanë me kërku. Unë kisha pas dëshirë edhe ta kemë edhe pronarën, dojmë ta pyshëm pak
se çfarë ushqime, se kam dëgjuar që janë edhe të kuksit janë, edhe kanë prue gjona interesante, mira. Zonjë, mirëmbrëma. Përshëndetje si jeni. Përshëndetje. Deshta më thonë të lumshin ato durt, aq bukur që kishe përgatitur. Çfarë ke përgatitur sonte që hangrëm se nuk po di edhe vet, aq shumë që pa gjona të bukura. Ne faktikisht jemi mundu me bo ushqime tradicionale të zonave tona, që t'i kënaqim vëllezërit e motrat, fëmijët tanë, në ushqimet të kenë atë ndjesinë e familjes, siç e kanë lënë në Shqipëri ose në Kosovë. Gjithashtu ne përgatisim edhe të hujt vinë e hanë këtu normal se kanë provu edhe tani kanë ardhë vazhdimisht që kërkojnë ushqim. Unë sonte e marrë spontanisht me kërku këtë regjisorin, aktorin edhe u futa këto dhe me të vërtetë gjetëm këtë, por edhe unë u befasova. Edhe na tregoni pak lokacioni ku gjendet, adresa që mund njerëzit shqiptarë të tonë me ardhen edhe sa të qoftë me hongër pak. Seweri ndodhet në Harrison Avenue 231 Gaston Avenue, Në New Jersey. New Jersey, yes. Atëherë unë për fond deshta me thonë se ju me të vërtetë e keni hapur që 1 vjet gati, vjet, edhe po duket edhe dizajni, por ky emër pse gjetet ëmbël edhe kriposur? Edhe të ëmbël, edhe të kripur, se zakonisht njerëzit te ëmbla shkojnë, por e kripura sigur e përmbush atë të ëmbëlën. Nëse vazhdoni mi u qit ëmbëlsira për po edhe kryvatës të kanë hongër heq. Po ja, po bëjmë shaka, është e vërtetë. Okej, atëherë për të nderuar shikues kudo që jeni, është kënaqësi jonë që me të vërtetë i prezantojmë të sukseset e tona të shqiptarëve anë bankut këtu në Amerikë, edhe të vini ta vizitoni këtë restorantin me ushqime tradicionale tona shqipe. Por besoni si të vini, provoni vetë, edhe shifni vetë, edhe besoj që keni me qenë të kjo. Faleminderit shumë për kohën juaj. Faleminderit për mirë se erdhët këtu një herë, edhe ju falenderoj shumë, edhe është kënaqësi punoj me njerëzit shqiptar që kërkojnë ushqimet sa më freskëta. Nëse na përgatitni kështu ne kemi marrë çdo javë. Faleminderit shumë. Ju falenderoj. Ju uroj gjithë mirat, inshallah mbarësi keni edhe shëndet. Kjo është e rëndësishme, shëndetje më parë. Faleminderit. Ja pra ishte e tëra, mirë se vene prej, si thot, prej baklavës, trileqe, sarma, qofte, pasull, jahni, o zot, veç amunin me pa. Mirë se vene, tonë. Yeah.